Seriali Qyteti i Largët, me emra të tillë si Ozan Akbaba, Sinem Unsal, Ferit Kaya, Sahra Shash, Dilin Doger dhe Atakan Oskaya, beri finalen e sezonit në episodin e tij të 63, ndërsa xhirimet e sezonit të tretë të serialit të firmosur nga Ajna Japim janë planifikuar të fillojnë në fund të gushtit. Ndryshimet në kast janë një nga çështjet më kurioze të audiencës. Ndërsa u pyet nëse do të kishte lam të mira të tjera në sezonin e ri pas ndarjeve në finalen e sezonit, u bë një pretendim i jashtëzakonshëm për dy emra në prapaskenë. Xheren Morai, e cila i dha jetë personazhit të Meryem, pritet të largohet nga seriali në sezonin e ri nëse nuk ka ndryshim të minutës së fundit në histori. Doli se në sezonin e ri do të marrë pjesë edhe Çagla Shimshek, e cila i dha jetë personazhit të Ipek në serialin Qyteti i Largët.